Së dyti, koordinimi me politikën fiskale. Në një ekonomi të vogël dhe të hapur si Shqipëria, stabiliteti nuk ndërtohet nga një politikë vetme. Ai kërkon ndërthurje të kujdesshme midis politikës monetare dhe politikës fiskale. Për Bankën e Shqipërisë, bashkërendimi me politikën fiskale nuk nënkupton përzierje rolesh, por ndarje të qartë përgjegjësish dhe dialog të rregullt. Në këtë frymë, bashkëpunimi me Ministrinë e Financave ka vijuar përmes shkëmbimit të informacionit dhe analizave mbi ndikimin e politikës fiskale në inflacion, rritjen ekonomike dhe stabilitetin financiar. Ky bashkëpunim është konkretizuar në opinione për projekt buxhetin, analiza për qëndrueshmërinë e borxhit publik dhe vlerësimin e dobësive fiskale. Ai është pasqyruar dhe në procesin e parashikimit makroekonomik, ku të dhënat buxhetore janë përfshirë në projeksionet e Bankës së Shqipërisë, duke i shërbyer koordinimit më të mirë me politikën monetare. Mesazhi ynë institucional është i thjeshtë: stabiliteti monetar, stabiliteti financiar dhe financat publike të shëndosha ecin bashkë.